Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi është dhënë një leje nga Haga për të vizituar babaën e Semur. Ndjekim të material dhe rikthehemi për të komentuar për reagimet që ka sjell vizita e Thaçit në Kosovë. Pas 3 herë refuzime, gjykata speciale ka miratuar kërkesën e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të rikthyer në Kosovë. Leja është dhënë për arsye humanitare. Ai ka shkuar të vizitojë babain e tij, i cili po trajtohet në klinikën e mjekësisë së brendshme në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gjatë vizitës, ish-presidenti është shoqëruar nga forca të shumta sigurie, siç parashikohet nga protokollet për raste të tilla. Qytetarë të shumtë ishin ngumbulluar jashtë ambienteve të spitalit dhe e duar trokitën Thaçin. Vizita e tij mundësua pas disa refuzimeve nga gjykata speciale. Thaçi kishte bërë kërkesë më 31 janar 2025 nga gjyqtarët që ta lirojnë për vizitë humanitare në Kosovë. Sipas vendimit, mbrojtja e Thaçit kishte paraqitur se gjendja shëndetësore e babait të klientit të tij përbën rrethana urgjente dhe jashtëzakonshme që justifikojnë lirimin e Thaçit për arsye humanitare. Në të dyja rastet, kërkesa e tij ishte refuzuar. Ky është një zhvillim që vjen në një moment të ndjeshëm për ish-presidentin Hashim Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag, ku po përballet me akuzat e ngritura ndaj tij nga dhomat e specializuara të Kosovës. Dhe ka pasur reagime shumë të në Kosovë, për cilat do të lidhe me kolegun Kosov Gjoci. Kosovë të përshëndes, dhe po ashtu nga Shtetet Bashkuara kam dhe kolegun Delion Drenika, njohur shumë mirë i zhvillimeve në Shqipërinë, veri lindore. Delion, të përshëndes dhe ty, po me lejen tënde do nis pak me kolegun Kosov Gjoci. Kosovë të përshëndes, më trego pak gjithë reagime që ka sjellë vizita e Thaçit dje, ne i komentuam disa bashk momentin e mbritjes së tij, por më trego post si ka qenë reagimet. Po, në përgjithësi, thimi nuk është se ka pas ndonjë reagim të madh, në kuptimin që zoti Thaçi nuk është se kishte mundësi që të fliste apo të tepte ndonjë deklarat. Më shumë po them është komentuar nga kjo pjesa e juristëve, që në një farë forme e kanë parë të padrejtë që deri në këtë kohë mos t'i lejohet që të vijë zoti Thaçi dhe të vizitojë prindin e tij të Semur, babain. Sepse ta kemi parasysh që ka qenë dikun kërkesa e 3 apo e 4 nga ana e zotit Thaçi dhe ekipit të tij të mbrojtjes për t'i leju që të vijë ta vizitoj babain i cili nuk është mirë me shëndet. Ajo çfarë kemi arrit shohim dje thimi pra është domethënë gjithë vizita ka qenë në masat e rrepta sigurie, biles është komentuar shumë edhe një video që ka dalë më vonë pastaj në moment kur zoti Thaçi është përshëndetur me mjekun që po e përcillte nga klinika interne. Ati është drejtuar një nga skuadra e policisë e Uleksit që ishte aty në përcjellje dhe në një farë forme duket sikur e ka çortuar, sepse kam përshtypjen se doktori me zotin Thaçi kanë shkëmbyer ca muhabete, po them, në fund të vizitës dhe edhe kjo pastaj u komentua goxha shumë, por në përgjithësi nuk është se është parë si një zhvillim, po them, kush e diçka përveç faktit që më në fund pra zoti Thaçi ishte lejuar një gjë e tillë, duke pas parasysh se kemi pas disa refuzime me radhë nga ana e gjyqtarit dhe gjykatës speciale që nuk i është lejuar pavarësisht shëndetit të babait të zotit Thaçi. Normalisht është komentuar pak a shumë qëndrimi i zotit Thaçi gjatë kësaj vizite, përshëndetja e tij me qytetarët që ishin të pranishëm aty, bile sipas Nasim Haradinajt, një ish luftëtar i UÇK-s që është edhe kreu i organizatave të dala nga lufta UÇK-s, i cili para pak kohë ka përfunduar dënimin që ai kishte marrë nga gjykata e Hagës, ka thënë se ai veprim që ka bërë zoti Thaçi, duke përdorur, po them, pak a shumë shenjat e partisë së tij, përshëndetjen me njerëz aty që ishin mbledhur, mund të edhe t'i kushtoj deri diku dhe mund të penalizohet ose të çortohet nga ana e gjykatës, megjithatë është konsideruar si një paraqitje, një burgshteti që realisht po gjykohet për diçka që nuk qëndron, pra po është pjesë e një gjykimi të padrejtë, jo vetëm zoti Thaçi, normalisht edhe bashkëluftëtarët e tij dhe miqtë e tij e shokët e tij që janë atje. Dhe në përgjithësi po them më shumë thimi është komentuar në këtë aspekt, ndërkohë që në aspektin politik realisht nuk është se është komentuar shumë, edhe për faktin që Partia Demokratike ish bashkëpartijak të zotit Thaçi tentojnë që jenë maksimalisht kujdesshëm, sepse shpeshherë deklarimet e tyre, qoftë ish bashkëpunëtorëve, qoftë ish bashkëpartijakëve, jo rrallëherë kanë ditur që të jenë edhe problematike në procedurat gjyqësore atje në Hagë. Dhe për këtë arsye nuk është se kemi pas ndonjë deklarim apo komentim të tutje, po them, përtej asaj pjesës humanitare të idesë që ai ka ardhur për të vizituar prindin e vet të Semur
dhe fakti që ne paka shumë atë që pamë dhe dje, pra masat e rreptat sigurisë, mos lejimi që të ketë kontakt pothuajse me askë gjatë periudhës sa ka hyrë në klinik, por edhe gjatë daljes nga ajo klinik. Po ashtu ishte para po realisht që dje ai eventualisht do të shkonte edhe në fshatin e tij të lindjes, por që kjo gjë nuk ndodhi pastaj. Paka shumë me gjithat vizite një ditore, nëse mund ta quajmë kështu, zoti tha që e përfundoi në klinikën interne në CKUK, ku realisht në bazë të asaj çfarë na është thënë dhe në bazë të asaj çfarë kemi parë, ai ka arritur të takoj vetëm një numër, po them një rreth të ngushtë të familjes së tij, duke pas parasysh se disa nga vëllezërit e tij, neprit dhe pjesëtarë tjetër të familjes që u pan dikur më vonë tek grumbulli i qytetarëve që ishin mbledhur pranë